Pra kush është ai I cili e mësoi njeriun që të flet? Kush është ai që e mësoi njeriun që të shprehet? A nuk është Allahu Azza wa Jall? Pra Allahu thot Kurani Kerim, Ar-Rahman, Allama al-Quran. Allahu është ai I cili ja mësoi njeriun Kur'anin, nga se Allahu Azza wa Jall shqisën e shqiptimit dhe leximit ja mësoi njeriu që të komunikon. A ke mundësi vipin tanë që ta banshti të aftë që të komunikojë të flasë nëse nuk dënë Allahu Azza wa Jall? A peshe kjo është një begati e madhe u leo të ndërson që ne komunikojmë. Dhe jo rastësisht shkelan mesin ton njerëz me meca për na kujtuan neve këtë begati. Nuk do të thotë që pse I posedon shqisat e ndëgjimit, shqisat e shiqimit, te ki mundësi gjithashtu të e mosdoshmërisht që të komunikojsh. Mirë po Allahu Azza wa Jall që na dalloi nga shumë krijesat e Tij, për këtë arsye Allahu Azza wa Jall gjuhën tonë na bani përgjigje se çka flasmi. Dhe Allahu Azza wa Jall kur e piti Muadh ibn Jabeli pejgamberin Allahu dhe I tha: Ja Rasulullah, ne do të mormi në përgjegjësi për Allahut për ata që e flasmi. Tha pejgamberi Allahu thakolot ke ummuke ja Muadh, nona të qajt o Muadh. A nuk e di se shumica e njerëzve hedhën xhenem me fitirat e tyre për çka gjuhës e tyre? Njerëzit mendojnë se gjuha e tyre pse Allahu ja ka mundsuar që të komunikon, që të flet çfarë të doje. Thot pejgamberi Allahut ka mundësi njani prej jush që të flet një fjalë që I dhëron Zotin e vet. 70 vjet të poshtë në xhenem, kanë thonë komentatorët e hadithit pejgamberit Allahut, cila kjo fjalë që njeriu e hedh 70 vjet të poshtë në xhenem, a fjala e kufrit. E ne nuk kujdesmi çka flasmi, a I dhurojmë Allahun Azza wa Jalla e pajtojmë. Pa njëkohësisht ka thonë pejgamberi Allahut ka mundësi njeriu që të flet një fjalë që e kënaq Allahun e vet. Disa komentatorë të hadithit pejgamberit Allahut ka thonë s'ka fjalë më e madhe që e kënaq Zotin tënd se shqiptimi I shahadetit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pra leo të ndërshëm Allahu Azza wa Jalla shenjtëroi njeriun, e begatoi dhe krijoi në formën më të bukur